Teatri i Kukullave ka vendosur këtë të shtunë në skenë shfaqjen e fundit të turit pranveror Perla e dritës së detit, e cila ka mbledhur në sallën e vogël të Pallatit të Kulturës me 10 ravoglush. Fëmijët të cilët kanë ardhur për të parë shfaqjen shprehen tepër të emocionuar që do ta ndjekin. Sipas tyre nuk kanë një shfaqje të preferuar, pasi i pëlqejnë të gjitha. Vin gjithçka? Po, shumë. Cila është shfaqja e preferuar? Të gjitha shfaqjes ato janë më të bukura në të gjithë qytetin. Vin gjithmonë? Po, do vi gjithmonë, po disa shfaqje kam harruar, por sot erdha se do shikoj këtë shfaqje më të bukur. Po, shumë. Cila shfaqje ke të preferuar? Kë ke preferuar? Janë që të gjitha, edhe unë vi çdo herë këtu. Çfarë ke preferuar? Të gjitha, sepse mua më pëlqejnë të gjitha shfaqjet. Vjen shpesh? Po, më pëlqen shumë. Ke ndonjë shfaqje të preferuar? Të gjitha i kam. Po. Pa. Kush është shfaqja e preferuar? Kush të pëlqen më shumë? Ylli Qërana Kopës. Regjisori i kësaj shfaqjeje Eduard Ismaili së bashku me aktorët diskutojnë edhe rreth premierës së re të titulluar Ku janë ëndrat. Sipas regjisorit dhe aktorëve, premiera e ardhshme është një shfaqje e re, e cila flet për shpresën dhe ëndrat që fëmijët nuk duhet t'i humbasin kurrë. Sot ne kemi shfaqjen e fundit për turin pranveror, është Perla e dritës së detit. I falenderojmë dhe fëmijët që kanë ardhur sot. Do të bëjmë një pauzë prej 2 javësh, 3 javësh, pasi ne po përgatisim edhe pjesën e re, e cila quhet Ku janë ëndrat. Jemi duke punuar, do të idhemi, besoj nga e hëna idhemi direkt në tavolinë që fillon puna për pjesën finale të prallës, kështu që mendoj që do të jetë diçka e bukur. Po punohet më shumë me detajet dhe të shikojmë, besoj se do të dali diçka e bukur. Është një pjesë që flet për shpresën, për që të gjithë fëmijët kanë të drejtë të ëndërrojnë, sepse me anë të ëndrave ata mund të shpresojnë, mund të bëjnë gjëra shumë të bukura. Asnjëherë nuk duhet t'i lëmë ëndrat në mes, nuk duhet t'i çojmë deri në fund. Kështu që kjo pjesë flet për faljen, për shpresën, për të gjitha gjërat. Besoj se fëmijët do ta bëjnë të tyren shumë shpejt. I garantoj që do të jetë një pjesë shumë e bukur. Sot si shfaqja e fundit ne shpresojmë shumë që fëmijët të kënaqen, duke qenë se është një ndër shfaqjet më të bukura që ne kemi realizuar, dhe përveç kësaj ne do punojmë sigurisht për premierën e re dhe jemi shumë të lumtur që kemi një shfaqje disi argëtuese për fëmijët, me personazhe komik, po ashtu dhe me të keqin e asaj fabule. Mesazhi është, siç e tha dhe profesori, që ëndrat janë ato që na mbajnë gjallë, që ne shpresojmë që ne jemi të lumtur që kemi një ëndër që duam me patjetër që ta realizojmë. Pjesa është shumë e bukur, duke qenë se edhe personazhet janë disi jo reale, si në çdo përrall, por shpresoj që fëmijët të kënaqen shumë dhe shpresoj shumë që ta pëlqejnë si fabul dhe mesazhi të përcillet. Pas mbylljes me sukses të shfaqjes së kësaj të shtune, aktorët së bashku me regjisorin kanë nisur menjëherë përgatitjet për vendosjen në skenë të premierës më të re, Ku janë ëndrat.